Remzia Osmani është nga këngëtarët më të mira të trevave shqiptare. Ndryshe nga këngëtarët e tjera, Remzia ka diçka që bën diferencën. Ajo asnjëherë nuk harron nga ka ardhur dhe thjeshtësia është pika e saj më e fortë. Edhe pse ajo shijon majat e suksesit në karrierën artistike, nuk e ka patur asnjëherë problem të tregojë se kur ka qenë e vogël, ka mjelur lopët dhe ka ndihmuar mamin në punët e fshatit. Së fundmi, këngëtarja ka treguar një episod shumë të trisht të jetës së saj, për të cilën ajo nuk ishte folur asnjëherë. Remzia Osmani ka treguar se për një moment mund të ndryshonte e gjithë rrjedha e jetës dhe ajo nuk do të kishte patur mundësi për të rritur me familjen e saj dhe maman biologjike, por në një tjetër familje. Remzia tha: "Mua mami më ka lindur në shtëpi, por pas 24 orësh ajo pati komplikacione të rënda dhe ka ndërguar menjëherë në spital së bashku me mua. Aty ka qëndruar 2 ditë nën kujdesin intensiv të mjekëve dhe më pas ka kërkuar të më shite mua. Infermierët i sollën një djalë. Mami u çudit dhe i tha: 'Ky nuk është fëmia im, se unë kam lindur vajzë.' Mjekët insistuan se djali ishte fëmia e saj, por ajo nuk e mbante mend nga komplikacioni. Mami u revoltua dhe i tha: 'Unë e mbaj mend, kam lindur vajzë, e kam sjell në jetë dhe ajo ka qenë bardhoshe me sy boqelli dhe ashtu siç ishte, doli për të kontrolluar në të gjitha dhomat. Mua më gjeti te një grua që kishte 4 vajza dhe i kishin thënë se kishte lindur përsëri vajzë. Pas u zbulua gabimi që kishin bërë infermierët dhe shpesh mami tani më thot me shaka: "Të rëmbyen bija ime, mirë që ngrita spitali në këmbë për ty, se kush e di ku do të kishe përfunduar sot dhe çfarë fati do të kishe patur."